Sot ka filluar apati i parë i regjistrimit për nxënësit që do të ndjekin vitin e parë të arsimit të mesëm në vitin shkollor 2026-2027. Gjysmë maturantët do të aplikojnë në mënyrë elektronike përmes portalit të shërbimeve publike uslugi.gov.mk, duke u identifikuar me llogaritë e tyre në schools.mk. Pas aplikimit online, nxënësit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në shkollat e mesme ku konkurrojnë. Në shkollat e mesme që janë në kuadër të komunës së Tetovës pritet të regjistrojnë 1898 nxënës. Sipas planit për regjistrim dhe dhënave që kemi marrë dhe nga komunat përreth komunës Tetovës, gjithsej pritet të regjistrohen 1898 nxënës. Këta janë të dhënat që kemi marrë ne, nxënësit që kanë mbaruar klasën e 9 në kuadër të komunës Tetovës dhe komunave përreth që i kemi. Presim që nxënësit të aplikojnë fillimisht përmes sistemit online dhe të shohim që sa do të jetë ai numër në afatin e parë të regjistrimit që sapo ka filluar në gjitha shkollat e mesme të komunës Tetovës. Sipas konkursit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në muajin qershor janë paraparë 2 afate për aplikim elektronik. Afati i parë zgjat nga 12 deri më 15 qershor, ndërsa afati i dytë është caktuar për më 23 qershor. Në afatin e regjistrimit të muajit gusht do të ketë një aplikim të vetëm, më 20 gusht. Me konkursin janë paraparë mbi 25.000 vendet e lira në të gjitha 109 shkollat e mesme publike në vend. Prej tyre më shumë se 17.000 vende janë për arsimin profesional, afro 6.000 për arsimin gjimnazial dhe 570 vende në shkollat e artit.